Kombet e Bashkuara kërkojnë hetim të pavarur për krimet e luftës në Ukrainë. Kopshti botanik në Shkup përmban bimë jashtëzakonisht të rralla që jetojnë në vendin tonë. Nga viti i ardhshëm akademik, Shkupi do të ketë qendër kulturore studentore. Përshëndetje të gjithëve. Ky është edicioni i lajmeve rinore Shortcut. Na ndiqni. Që nga fillimi i pushtimit rus, zyra e komisionerit të lartë të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit ka shënuar më shumë se 3400 civil të vrarë dhe të plagosur në Ukrainë. Por UNHCR-ja beson se shifrat reale janë dukshëm më të larta. Sipas prokurorit publik të Ukrainës, në afërsitë të Kievit u gjetën trupat e 410 civileve në Bucha. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, i quajti këto krime gjenocid. Komuniteti ndërkombëtar i dënoi krimet. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Antonio Guterres, tha se ai ishte thellësisht i tronditur nga imazhet e civileve të vrarë në Bucha, pranë Kievit, i cili para pak ditësh u rikthye nga forcat ukrainase. Kombet e Bashkuara thonë se është shumë me rëndësi që nëpërmjet një hetimi të pavarur autorët të sillen përpara drejtësisë. Ekipi i Shortcut ishte në kopshtin botanik të Fakultetit të Shkencave Natyrore Matematikore në Shkup, i cili përmban bimë jashtëzakonisht të rralla që jetojnë në vendin tonë. Për pasurinë natyrore që e kemi në dispozicion, biseduam me punonjësit e kopshtit botanik, kurse më shumë fakte interesante për të mund të mësoni nga artikulli në vijim. Maqedonia ka një pasuri të jashtëzakonshme prej 3700 bimëve të ndryshme. Shumë prej tyre janë jashtëzakonisht të rralla dhe mund të gjenden vetëm në një vend në natyrë. Kjo i bën ato veçanërisht të cenueshme dhe të rrezikuara. Prandaj, nevoja për mbrojtjen e tyre është jashtëzakonisht e rëndësishme. Ruajtja e pasurisë natyrore, por edhe edukimi i të rinjve se si të njohin dhe të mbrojnë atë, janë qëllimet kryesore të kopshtit botanik të Fakultetit të Shkencave Natyrore Matematikore në Shkup. Ai është shtëpia e rreth 150 bimëve të rralla dhe autoktone të florës së Maqedonisë që mund të gjendet në objektin e ri për bimë të rralla dhe endemike. Ndër ato janë trumza emu dhe e Shkupit, manushaqja koshanina, karafiri i Galiçnikut e të tjera. Biologja nga kopshti botanik Cvetana Cvetkovska thotë se vendi ka një fitodiversitet shumë të pasur, i cili meriton të brohet dhe kultivohet siç duhet. Во текот на минатата година беше повторно ставен во употреба објектот за аклиматизација на ретки и ендемични растенија од македонската флора. Во него беа направени полиња со растенија од галичица, козјак и јабланица. Се работи генерално за растенија кои што се исклучително ретки и ендемични и потенцијално се загрозени. Односно, доволно е само еден загрозувачки настан да предизвика нивно потенцијално исчезнување. Edhe shoqata ekologjike e Maqedonisë po zbaton një program të veçantë për mbrojtjen e bimëve dhe ekosistemit, ndërsa tani është duke punuar në projektin për mbrojtjen e 5 bimëve endemike në Maqedoni. Këto janë gështenja e bute japlanicës, kambana e pyllit të Dibrës, e cila është endemike e grykës drenoçka, pastaj e shafrani i japlanicës, lulja e fluskët e bicjapit, një bimë që rritet vetëm në afërsitë të Bogdancit dhe në fund është një tjetër bimë e rrallë që rritet vetëm në rrethin e Stojkovcës dhe Bogdancit. Monitorimi i rregullt i bimëve, thot Natalia Melovska, biologe nga Shem, veçanërisht ato të rralla, është shumë e rëndësishme për mbrojtjen e tyre e që mund të bëjë çdo qytetar. Информацијата добиена од секого е многу подобра од немање никаква информација. Доколку некој шета на својата омилена локација во природа и види убави растенија, истото може да биде ретко, значително, загрозено и така натаму. Македонија е многу слаба со ботаничари, па таа сила ботаничарска, тоа се луѓе што специјално се занимаваат со истражување и проучување на флората, е недоволна за да се изучи целиот или да се мониторира целиот флористички диверзитет со кој што располага земјата. Kopshti botanik është i përfshirë edhe në edukimin e nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme. Në vitin 2019, nga muaji mart deri në tetor, e kanë vizituar rreth 1500 nxënës nga e gjithë Maqedonia, por pandemia për fat të keq e ka pezulluar këtë aktivitet aktualisht. Богатството кое што располага Република Македонија неопходно е да се представи на младите,
а тоа би можело да се направи само со пополнување на објектот од различни локалитети на територијата на нашата земја. Qeveria në seancën e mbajtur me 8 mars vendosi të ndërpresë në mënyrë të njëanshme kontratën me kompaninë turke Kaltun Madencilik për koncesionin e shfrytëzimit të arsenit dhe pasurive të tjera minerale nga ish-miniera Lojan. Masa e qeverisë erdhi pasi kompania turke në fillim të këtij viti paraqiti kërkesë në Ministrinë e Ekonomisë për ndërprerje të njëanshme të marrëveshjes koncesionare për shkak të mungesës së interesit ekonomik për ekzekutimin e mëtejshëm të koncesionit. Nga Ministria e Ekonomisë informoi se pavarësisht se kontrata do të ndërpritet, kompania turke ende është obliguar që nga fillimi i shkurtit të këtij viti të veprojë sipas vendimit të Inspektoratit Shtetëror për Inspektim Teknik, me të cilin koncesionari ngarkohet të vendosë gardh rreth zyrës në minierën Lojan, të vendosë një tabelë informuese për rreziqet që fshihen në kantier dhe shenja paralajmëruese për përdorimin e ujit në zgyrë. Nëse kompania turke nuk vepron sipas këtyre detyrave të inspektoratit brenda afatit të caktuar, atëherë do të përballet me procedurë kundravajtëse në përputhje me rregulloret ligjore. Parlamenti studentor i Universitetit Kirili dhe Metodi njoftoi se studentët e këtij universiteti në Shkup me fillim të vitit të ardhshëm akademik do të kenë një qendër kulturore studentore e cila do të jetë në kuadër të konviktit studentor Kuzman Josifovski Pitu. Qendra kulturore studentore do të jetë një hapësirë multifunksionale ku të rinjt do të mund të punojnë dhe studiojnë, por edhe të shijojnë programe të pasura kulturore të krijuara nga vetë ata. Përveç se në terren vendor, pajisjet mobile të destinuara për qendrën kulturore studentore do të mundësojnë studentëve të prezantojnë talentet e tyre në ngjarje të organizuara në qytete dhe vende të tjera. Eva Cvetkovska, kryetarja e Parlamentit Studentor të Universitetit Kirili dhe Metodi, deklaroi se qendra kulturore studentore do të jetë hapësirë e menaxhuar ekskluzivisht nga studentët sipas programit, aktiviteteve dhe nevojave të tyre. Në rastin e 10 vjetorit të themelimit të Portalb MK, redaksia mbajti panel diskutimi me temë Vizioni për Maqedoninë e Veriut, ku morën pjesë përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, pushtetit ekzekutiv, atij lokal, profesor dhe student. Gazetaria nuk është vetëm profesion, po si që them çdo herë është mision. Mision dhe luftë e përditshme për drejtësi, luftë kundër dukurive negative, krimit e korrupsionit, kundër diskriminimit mbi çfarëdo baze. Një opozitë kritike e përhershme, pavarësisht se kush është në pushtet, e cila vazhdimisht vëzhgon dhe kritikon politikat e gabuara dhe në dëm të qytetarëve, dhe që lufton për zbardhjen e së vërtetës, gjithmonë në mbrojtje të interesit të qytetarëve. Kryeredaktorja e Portalb MK, Elida Zylbeari, theksoi se me 6 prill të vitit 2012, kur filloi rrugëtimi gazetaresk i Portalbit, kishte shumë pak media online që krijonin lajme burimore për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Portalbi nuk do të ekzistonte nëse nuk do të ishte mbështetja e parezervë e kreut të Fondacionit të Metamorfozit, zotëri Bardhyl Jashari. Jam thellësisht falenderuese dhe mirënjohëse për besimin dhe mbështetjen e dhënë ndaj nesh. Në momentet më të vështira dhe në çdo kohë, te ai dhe ekipi i tij kemi hasur në mirëkuptim dhe mbështetje si financiare ashtu edhe profesionale. Një baby boom i vërtet po ndodh këtë ditë në kopshtin zoologjik të Shkupit. Pothuajse një muaj pas lindjes së luanëve të vegjël, nga kopshti zoologjik nuk ndalojnë me ngazëllimin e publikut me foshnjë të reja. Ata theksojnë se faqja e tyre në Facebook ka filluar të duket si djep, sepse është pasuruar me më shumë të porsalindur, luan, lemur, lama, deve, tar të Himalajeve, dele berbere, kangur dhe ketra. Për fund të këtij edicioni, shikoni se si nxënësit e shkollës së mesme Kosta Susinov në Radovish e festuan 1 prillin, ditën e gënjeshtrave. Ata organizuan ngjarjen Dita e çdo gjëje, por jo e çantave të shpinës, dhe i zëvendësuan çantat e shpinës me sende të tjera. Pra, kishte student që mbanin libra në karroca, fshes me korrent, kosh plehrash, kuti mjetesh, ngrohës uji, kafaz zoq dhe të tjera. Kaq për sot. Ndërkohë, informohuni më shumë me anë të rubrikës për të rinj, CTRLZ në faqen e internetit portal.mk. Deri javën e ardhshme, mirëmbëjtje.